Hi guys, unë quhem Mira. Jo, mos e thuaj emrin. Po, nuk do ta them. Hajde, e nisim prap. Edhe një nga e parë. Përshëndetje, unë jam terapiste seksi dhe kjo është historia ime. Unë jam terapist, jo mësuese seksi. Nëse edhe ti e sot këtu siç pyesin shumica e njerëzve për të shuar curiosity, nëse unë i shikoj klientit e mi, ata që janë qef duke bërë seks, dhe ti orientoj si mësuese çfarë po bëjnë mirë apo keq, gabojnë. Kjo nuk është puna e një terapisti seksi. Ama nëse pyesni se kam bërë seks me ndonjë nga klientët e mi, nuk duhet. Rrezikojmë licencën, por hey, jemi njerëz me mishë me gjak, jam fajtore. Po e kam bërë. Në Shqipëri, me sa më kanë thonë, nuk ka terapiste të mirë fillta seksi, dhe besoj kështu është akoma se ka një mentalitet të keq këtu. Po edhe nëse dikush hiqet si terapist, mund të jetë ndonjë mashtrues ose për të krijuar besim, kërkojini certifikimin. Se të jesh një terapist i tillë kërkon një certifikat apostafat për këtë punë. Unë kam ikur shpejt nga Shqipëria, kam jetuar në Florida dhe jam me shumë fat që kam qenë në atë shtet sepse është një nga shtetet më të specializuara në këtë profesion. Florida është i famshëm për mësimet e vështira dhe shumë strikt dhe vetëm aty mund të kesh prestigj të licencohesh posaçërisht si terapist seksi. Ndaj para se të shkoni tek një tillë, kërkoni certifikatën dhe mos rrini në ChatGPT, it's bullshit. Më vinë e më thonë pyeta ChatGPT e më tha të bëja gruas kështu e t'ja bëja burrit ashtu. Bullshit. Nëse keni diçka që ju shqetëson në jetën seksuale me partnerin apo partneren, mos keni turp. Por më shumë e kam për ju në Shqipëri, sa ata jashtë janë më ndryshe, kanë më kulturë në kështu gjërash. Nuk ka asgjë për të ardhur turp, e për këtë ne jemi këtu. Se shqiptarët këtu bëjnë si të vështirë, se jashtë vinë, edhe unë kam patur klient shqiptar. Jo se ne jemi të mbyllur, se nuk dua ta trajtoj kështu, po ka shumë edhe jashtë që ngatrojnë këtë terapi. Mendojnë se ne jemi vetëm për çiftet e vjetra, që t'i ndihmojnë të gjejnë atë passion që është normale të ikë. Apo mendojnë se merremi me ata që kanë probleme me ereksionin, me arritjen e orgazmës, nuk jemi vetëm me këta. Terapi që bëj unë është e njëjtë si çdo lloj terapie, fakti që unë jam terapiste seksi nuk e bën të çuditshme. Kjo lloj terapie ndihmon shumë çifte. Shumë njerëz të gjejnë balancën në jetën e tyre dhe të hapen me partnerët për fantazit. Dëshirat, po mund të jenë edhe më underground, më të thella. Mund të jenë barriera që ne i vendosim vetes, shumë gjëra. Terapistët e ndryshëm janë të ndryshëm, por nga metodat që përdorin, po kryesisht klientëve, u kërkojmë të gjithë që na japin një background, një kind of historic sexual, kur janë vetëm, na tregojnë të tyre, ndërsa kur janë çift, na tregojnë historikun e jetës së tyre seksuale, kur janë bashkë, të dy partnerët. Pastaj do të vazhdojmë me catching the problem, të kapim problemin që keni ardhur tek unë, sa kohë ka qenë i pranishëm, nëse ka qenë ndonjëherë më mirë, or worst, apo më keq se kaq, e shumë të tjera. Nuk bëjmë në zyrë, e thash edhe në fillim, se pyesin të gjithë, po të gjithë, një pyetje bëjnë, jo dy. Përpara është ai shikoni çiftet në zyrë duke bërë seks? Jo, në asnjë mënyrë. Puna jonë është më së shumti në parjen e problemit dhe në zgjidhjen e tij. Të ndihmojmë çiftet të komunikojnë për jetën seksuale, të ndihmojmë individët apo individualisht të fitojnë një siguri, të njohin trupin e tyre
se jo, se ka shumë që nuk e din çfarë kanë aty poshtë. Po, mos qeshni, nuk e din. Dhe për te asaj physical, punojmë edhe shumë through deeper issues. Në gjërat e thella që kanë të bëjnë me kind of dashurin, lidhjen. Pra, miq të dashur, ne nuk qëndrojmë në një cep duke parë çiftet, ta sqarojmë këtë njerëz. Dhe ta them edhe këtë pastaj të kalojnë ato temat e nxehta. Ne nuk jemi aty që t'ju ndihmojmë të bëni realitet fetishet tuaj. Se ka patur një trend shumë të rrezikshëm, jo vetëm tek unë, por edhe tek kolegët e mi, se ne ndajmë experiences me klientët. Pas filmit 50 Shades of Grey, na vinin klient të mërzitur, se partneri ose partnerja nuk e kishte ndjekur në imitimin e skenave të filmet. Njëri donte, tjetri nuk donte. Dhe ky ishte halli madh. I swear, ka shumë misunderstandings. Sa në këtë raste, ne ndihmojmë. Ka shumë çifte që i ndihmojmë sepse njëri do të eksploroj, tjetri jo, por ka një ndryshim shumë të madh në approachin që ne kemi me filmat dhe novelat. Ato nuk është se na japin një pamje të qartë, it's a process, guys, është proces. Dhe çfarë bëjmë ne? Futemi në një proces me çiftin dhe partnerët që nëse duan të imitojnë atë skenën e 50 Shades of Grey, duhet filluar avas me eksperimentim në BDSM. Duhet approachi shumë kujdes dhe është shumë delikat. Dhe nga këta njerëzit që mendojnë se ne rrim tek ai cepi dhe shikojmë, se nuk e thash kot atë, nga këta njerëzit ishte edhe një qift që më erdhi pikërisht për filmin 50 Shades of Grey. Kishin marrë me vete një goxha qese me toptha, lodra, e shumë aksesor dhe i kishin marrë aq seriozisht sa ishin bërë gati të ma demonstronin aty. Po, wait a minute, i thash. Jeni në vendin e gabuar. Ilëm ato me njanë dhe nisim nga zero. Kur të shkojmë aty do më tregoni me detajet çdo gjë, everything. Të tjerë klient që janë burra, janë më shumë që vinë në terapi me idenë të bëjnë seks me mua. Më ka ndodhur shumë herë. Një herë rash, gabova. Po, ishte gabimi më sweet i jetës time. Po, para se të kaloj atje, ky është një tjetër misunderstanding që njerëzit pyesin shumë, po keq fare. A ke bërë ndonjëherë seks me një pacient ose klient, si që quajmë ne? Ose a bëjnë terapistët seks me klientët? Larg eksperiencës sime, çfarë nuk duhet të bëjmë, është kjo. Se më vonë do kaloj atje, por ne, si rregull, me ligj, nuk na lejohet në gjë e tillë, se nëse kjo ndodh, klienti mund të shkojë në bordin e licencimit të na denoncoj e të heqin licencën për te. Shiqyr më ka shpëtuar i madhi Zot. Edhe pse rasti im nuk kishte përfitim, por anyway, intimiteti, prekja or actions nuk lejohen never, kur. Sa herë bëni këtë pyetje, ndoshta e ngatëroni me surrogates, se është komplet diçka tjetër, komplet different thing. Po, surrogates, nuk e keni dëgjuar? I'm gonna explain it. Janë punëtore që punojnë me çiftet ose me personat që kanë probleme seksuale dhe një pjesë e punës është edhe bërja seks me klientët e tyre. Sepse ka klient që nuk ka nevojë vetëm për fjalë, they need more, ka nevojë për vepra, actions, ndërsa ne vetëm flasim, nuk bëjmë gjë. Një terapi seksi nuk e prek kur klientin e tij. Ky të paktën është rregull, por që ndodh. Siç më ka ndodhur mua, mund të ketë ndodhur edhe kolegëve të mia, me sigurt që po, edhe pse asnjë nuk flet sepse kanë frikë.
Po jo vetëm në USA, po edhe në Europë, pa tjetër që ndodhë. 100%. Edhe nëse nuk janë joshur, nuk kanë rënë në çmdim, rastet e klientëve mund të janë të tillë. Kemi klientë që nuk e kanë prekur kurrë veten gjatë gjithë jetës së tyre. Ka nga ata që janë 30, 40 vjeç, të virgjër dhe kanë shumë probleme me intimitetin. Se jo gjithmonë ka të bëjë me seksin në vetvete, por with the process. Ky nuk ishte rasti im, por whatever, ndodh. Shit happens, right? Ai ishte një client shumë i mirë. Oh my god. Që kur erdhi për herë të parë, pata një fascinim enormos. Ai ishte 45 vjeç dhe erdhi vetëm. His problem, po jo tamam problemi i tij, por ajo që ai kishte ishte se gruaja e tij, që ishte më e madhe se ai, nuk ishte playful. You know what I mean? Nuk ishte e dhënë mas lojës, para lojës, si me thënë në shtrat, dhe kishte ndryshuar shumë nga viti në vit. Dikur ishin shumë playful në krevat, kishte disa kohë që bënin seks vetëm like a routine. Ose tamam për dëshirat e këtij zotëri si erdhi edhe më hapi zemrën, po jo vetëm zemrën. He was like, guys, ishte një gentleman i vërtet. Isha fascinuar që në seancën e parë, nuk më kishte ndodhur, never, po nuk e dash veten, se edhe mund të ndodh, e mora me sportivitet. Pas seancës së parë, ai u rikthye sërish. Kishte avancuar pak me gruan, por prap ishin far away, ishin larg asaj që ne kishim punuar. Në seancën e dytë, ai u hap më shumë, se pas çdo seance ne hym në një deep level dhe më shpjegonte me detaje çfarë i mungonte dhe sa i rëndësishëm ishte like a process. Nuk ishte problem vetëm loja e parë, por edhe akti. Ai nuk mundej më të arrinte atë orgazmën që e çonte në qiell dhe që më herët e kishte jetuar me gruan. Ajo nuk e linte më ta studionte trupin e saj. Ta studionte, jo ta shikonte, por ta shijonte to the max. Oh my god. Ai fliste. Fliste shumë ngadalë. Sigur në ato momente, ndjente atë që thoshte. Sigur po e bënte me gruan aty, para meje. Ai fliste, and I was like, kulloja djerës. Ishte shumë i dhe në seks. Çdo gjë në jetën e tij, nëse ecste ose jo, vare nga seksi që kishte bërë. Avancimi me grua nuk po shkonte keq, por vërehej që ai vuante, se ishte një proces i gjatë dhe ka raste që ne nuk mund të bëjmë gjë nëse nuk kemi edhe partnerin tjetër në seancë. Në rastin e tij ishte pamundur, impossible. Nuk mund ta kishte gruan aty. Për mua më mirë. I'm joking. Po ajo që ndodhi nuk ishte më se ka. Në seancën e 4 ose të 5 besoj, ka qenë ai që më afrohet, duke më shpjeguar seksin që kishte bërë me gruan një ditë më parë, duke tentuar të më shpjegonte me detaje, më kapi dorën. Duke më parë në sy, më pyetje, are you following me? Më pyetje, nëse po e ndiqja dhe nëse isha aty me të, unë e kisha humbur, guys, like, e kisha humbur. Nuk duhet të ndodhë,
jo në nivelin e profesionalitetit tim, po ja që nuk e mora vesh kur çfarë ndodhi. Bëm seks aty në zyrën time. Atë ditë bllokova takimet e tjera me justifikimin që isha smur, sepse zgjati shumë dhe ishte it was like, I swear, sex më i mirë ever. Edhe ishte tha, oh god, nëse do ta kisha lënë të vazhdonte edhe pak më gjatë me seanca, do isha dashuruar me të. Por i ndërprem, nuk rrezikoja dot licencën, po edhe martesën. I'm happily married. Nuk u kthyem në zyrë, por më kërkoi për shumë kohë. Ai linte messages në zyrë edhe pse e kisha adresuar diku tjetër të vazhdonte. Kishte diçka mes nesh, nuk e di, diçka tjetër nga kjo botë. Who knows? Pas kësaj experience nuk rash më në tundim, it never happened again. Deri tani të paktën. A është terapia vetëm për pleqt, më pyesin edhe këtë. Jo, nuk është. Shumë çifte që janë gjyshër, vinë of course, siç vinë edhe adolescent, po ka mbetur kjo, nëse seksi nuk funksionon, you're old, ndodh të pleqt, ata me kalimin e kohës humbasin erections dhe vinë të tmerruar se ndoshta nuk do ta gjejnë më tek njëri tjetri dhe shkojnë tek më të rinjt. Nuk është problem të kërkosh një partner më të ri, por në seancat që ne punojmë, mundohemi të japim këtyre çifteve ushtrime që të gjejnë njëri tjetrin sërish. Të krijojnë një reconnect, duke nisur me prekjet ose cuddling, mëtej të avancojnë me puthjet dhe prekjet. Me kalimin e viteve, sa më shumë plaket një grua nis të ketë dryness dhe dhimbje gjatë aktit, edhe këtë e konsiderojnë si turp, nuk flasin me partnerët e tyre. Again, kjo është shumë normale dhe nuk do të thotë që nuk tërhiqesh nga partneri në shtrat ose ke humbur erection. It's normal, por kërkon pak kohë të kuptosh ndryshimet në trup dhe mos prit që këto mos të ndikojnë. Thanks God, ka lubrifikues, përdorini. S'ka asnjë turp ta kesh me vete e një gjithmonë. Tjetra është problemi me çiftet, I respektoj shumë ata që vejnë qift, sepse this means that janë në të njëjtën trend për t'i bërë gjërat të funksionojnë. Për çfarë vijnë çiftet? Janë kërkesa që I ka një partner dhe partneri tjetër nuk bie dakord, nuk takohen dëshirat e një çifti, e ndërsa me kalimin e viteve në martesë është një challenge të mbash the fire. Duhet që të bëhet diçka ndryshe, ndaj ne promovojmë shumë të eksperimentuarit. Ndonjëherë më besoni, nuk mjafton dashuria. Pastaj vijnë fëmijët, dashuria kalon në plan të dytë, fëmijët rriten dhe ju nuk jetoni të njëjtin pasion me partnerin. Një therapy seksi do t'ju kurajoj të diskutoni gjërat hapur, çfarë njëri do dhe çfarë do tjetri dhe where are the limits, ku janë limitat, cilat janë nevojat, do's and don'ts. Dhe krijohet një ambient shumë miqësor me çiftet që ata të çlirohen e të flasin. Edhe njëherë, kjo nuk bëhet nëse ka ndonjë sëmundje në mes. Për këtë janë mjekët ose seksologs. Por ajo që na duhet dhe që duhet edhe këtu në Shqipëri është që duhet të flasim për seksin, siç flasim për ushqimin, për motin, të jetë e përditshme. Nuk ka asnjë turp këtu, guys. Ajo që ne bëjmë është sa physical dhe psikologjike, por mos prisni mrekulli, mos prisni që ne të zgjidhim everything, çdo lloj situation. Disa janë problems shumë të rënda. Të duash të bësh seks me qenin.
E keni dëgjuar? Unë po. Jo vetëm që e kam dëgjuar, por një kliente erdhi dhe më plasin fytyrë. Madje, kishte tentuar dhe nuk ja kishte arritur. Madness, e di. Unë nuk punova me të, e adresova tek një kolegu im psikiatër dhe i pastaj u mor me rehabilitimin se përveç një dëshire seksuale, ti bën crime kundër kafshëve. It's not normal. Edhe pse puna ime me ato që dëgjoj më ka bërë të pranoj gjithçka, kjo është too much, people. Strange things gjatë terapive të tjera, shumë, a lot of them, po sërish no judge people, it's personal. Ato që janë më të lezetshme, janë situations fetish. There are millions, ka miliona, miliarda forma që ty të shkon mendja se si njerëzit përjetojnë orgazmën. Një klient nuk kalonte në orgazm nëse nuk lyhej me qumësht gjatë seksit. Qumësht, lope, qumësht dele, qumësht. Donte të notonte në qumësht. Just, it's normal, guys. Pastaj në vendet të ndaluara, vetëm atje përjetoj kënaqësi, në Vareza, Kish, prap, it's normal. Secili ka dëshira dhe nevojat, ajo që duhet të bëjmë është të dëgjojmë. Këto janë më rrallë, of course, por klient gjatë seancave kam trajtuar të tillë. Ndërsa problematikat që kanë çiftet, përveç asaj të ereksionit ose mos gjetja e gjuhës së përbashkët për t'u hapur njëri tjetrit, kanë edhe eksperimentimin. Duan të eksperimentojnë. Duan të futen në një grup seks, duan të marrin dikë tjetër në shtrat, duan të shikojnë partnerin ose partneren se si bën seks me dikë të huaj, ose ka çifte që janë shumë të sinqert me njëri tjetrin, për shembull, ishte një çift, ata ishin cool, komplet. Ai kishte fantazi me nenin, me babysitterin. Po, babysitteri nuk ja kishte thënë, ndaj them që ishin cool, se e respektonin njëri tjetrin. Ai i kishte thënë gruas këtu, si do ja bëjmë. Ajo nuk e kishte pritur mirë, po si që janë ata jashtë që e respektonin sinqeritetin shumë, dhe të dy erdhën në seancë. Përfundimi, e futën nenin në një trekëndësh. Gruaja e pranoi, jo nga zori, apo për t'i bërë qefin burit, se andej nuk ndodh, janë shumë egoist, por gruaja pranoi se gjatë seancave zbuloi që ishte një experience që ajo vetë donte ta provonte, and she liked it. Këto janë ato problemet në çift, opening therapy, si quajmë së shumti, që kanë të bëjnë me një dëshirë, fantasy, që ka njëri dhe approach që duhet të bëj pala tjetër, ose të gjejnë një rrugë të mesme. Unë the që kishe shqiptarët që ishin klientët e tu. Shqiptarët? I don't wanna do this. Shqiptarët janë me shumë komplekse. Vetëm një herë më ka ardhur një çift, të tjerët vinë veç, ose gjejnë numrin dhe marrin telefon, kështu ndodhi, po në telefon nuk i bëjnë der njeriu, hajde në zyrë, paguaj dhe merr shërbimin. Edhe ai që më erdhi çift, nuk ishin çift tamam, ai ishte shqiptar, ndërsa ajo ishte e huaj, e di kush ishte problem. Ajo donte që ta bënte nga pas, ose të luante me burrin e saj. Ky i thoshte që nuk i bëjmë këto gjëra me gratme. Nuk e di si e kishte bindur edhe të vinte, po janë simpatik. Nuk dua të tregoj shumë, por ajo që kryeson është se janë shumë të mbyllur. Shumë të prapambetur në mentalitet, se shiko, e bëjmë një krahasim. Siç të thash, çiftet e huaja vinë për new experiences, ndërsa shqiptarët për basic things, për gjërat bazike. Nuk bëjnë oral,
Po, disa e kanë tradit që nuk i bëhet burrit, disa thonë, pse qa jam unë? Disa të tjerë pastaj kanë merak se mos e trajtojnë gruan si kurv. Yes, e kanë këtë merak, nuk është kurv ajo, më tha njëri, e kam grua. Dhe kjo për new positions njerëz. Jo ndonjë gjë, wow, që këto që dëgjuat sot do ju dukeshin wow në mentalitetin shqiptar. Po jo nga këto gjëra bazike fare. E di se sillen sigur mami dhe babi i kanë dhënë një kamera në dhomë, janë me iden që të thonë të tjerët. Please, dhoma i gjumit është personal. Asnjë nuk e di, asnjë s'ka pse t'ju gjykoj. Free yourself, guys, që mos të kërkoni më dashnor lart e poshtë. Po mos të kërkoj as gruaja dashnor, se kjo punë është me dy anë apo jo.